bërë, pra është komplet diçka tjetër nga ajo që kanë premtuar ajo kanë bërë. E kanë vendosur shtetet respektive në kundërshtim me interesat kombëtare dhe shtetërore të shteteve përkatëse dhe të popullsisë në cilën jetojnë, pra të popullsisë shqiptare. Për sa i përket interesave të shqiptarëve në rajon, ata kanë vepruar gjithnjë në kundërshtim të interesave shqiptare në rajon, fakti që të dyja palët, njëra palë përkrah njërin grup dhe njëra palë përkrah grupi tjetër, pra qeveria e Tiranës ka përkrahur Ali Ahmetin, qeveria e Kosovës ka përkrahur grupin tjetër të Izet Mexhitit dhe Vleni gjithatë juve, pra ka thelluar më shumë ndarjen midis shqiptarëve dhe Maqedonisë dhe kjo i shërben interesave maqedone dhe jo interesave shqiptare, por të dyja palët kanë një mosveprim të qëllimshëm për interesat të tjera më të mëdha shqiptare, siç është Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, ku të dyja palët në asnjë mënyrë nuk e ngrenë zërin për diskriminimin dhe pastrimin etnik i cili vazhdon për ditë në Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci, ku shqiptarët përzihen me vendime administrative, ju hiqen nga adresat, ju hiqet e drejta e të jetuarit në trojet e tyre etnike, dhe ky është pastrim i pasur etnik. Dhe për më tepër, Shqipëria në këtë rast, e cila e ka edhe me kushtetut mbrojtjen e të drejtave kombëtare të shqiptarëve që jetojnë jashtë shtetit shqiptar. Dhe nuk e ushtron këtë të drejtë, atëherë përveç që kemi shkelet kushtetutës, kemi edhe tradhti kombëtare në shërbim të interesave slave në dëm të interesit kombëtar shqiptar dhe të popullsisë shqiptare. Dritan, do të bëj edhe një pyetje të fundit, e cila lidhet të paktën në opinionin tuaj dhe në atë se çfarë ju keni prekur nga afër. Kush ka qenë politikani apo kontribusi më i madh nga politika shqiptare në ndihmën e UÇK-s? Ka një emër politikani që mund të ketë luajtur një rol thelbësor për ta ndihmuar UÇK-n për të arritur qëllimet e veta, apo pikpyetje si në çdo rast me politikën shqiptare? Ajo varet se si e sheh, pra varet në cilin aspekt po të kërkosh. Si thash, shteti shqiptar pas hyrjes së NATO-s mori vendim direkt, pra në atë kohë dhe ishte vendimi i shtetit shqiptar në atë kohë që të hapte bazat, edhe kjo është një ndihmë e madhe edhe të jepte armatim municion për 8000 veta, dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Ky ishte vendimarrja e shtetit shqiptar, pra këtu nuk mund të dallosh ti se e bëri kryeministri, ministri i mbrojtjes, presidenti ose diçka tjetër. Pra, kurse më përpara kësaj, duke qenë se ushtria shqiptare e Kosovës akoma ishte në fazën e njohjes, pra patëm një problem të madh se në qershor të 98-s, ushtria shqiptare e Kosovës ishte konsideruar organizatë terroriste nga Departamenti i Shtetit. Deri në fund të dhjetorit të 98-s vazhdonte të konsiderohej organizatë terroriste. Në fund të dhjetorit 98 me ndihmën e komunitetit shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i bashkuar në atë kohë, dhe arriti të angazhonte 3 senatorë amerikanë, të cilët arritën t'ia hiqnin këtë njohull të zdes të ushtrisë shqiptare të Kosovës të vendosur në mënyrë të padrejtë në atë kohë nga ambasadori Hill, që është sot Zek Gelbardi. Shteti shqiptar është treguar i kujdesshëm për arsye se nuk e kanë ndërprer aktivitetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk e kanë ndaluar. Politikanë të ndryshëm kanë pasur, ndërta Stabit Broke ka qenë një nga i cili ka qenë edhe në atë kohë me detyrën e këshilltarit të presidentit të Republikës në atë kohë, i cili ka pasur kontaktet më të mëdha dhe ka dhënë ndihmën më të madhe politike në atë kohë, në ndërhyrjet e tij politike në favor të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por duhet kemi parasysh që rrethanat e Kosovës në atë kohë, shtetit shqiptar, kanë qenë të tilla të cilat nuk mund të dilën. Prandaj po them që çdo kush që ka vepruar duhet parë në rrethanën se është bërë dhe çfarë është bërë konkretisht. Nuk mund të ndash kështu siç e thoni juve siç po të kërkoni juve me një të rënd të sopatës, dashje cili ka ndihmuar, cili nuk ka ndihmuar. Pra ka një individ në një rrethanë caktuar mund të kenë ndihmuar më shumë, një individ tjetër në një rrethanë tjetër mund të kenë ndihmuar më shumë. Pra unë më them që ministri i mbrojtjes ka ndihmuar më shumë, mund të më thoni kryeministri, dikush tjetër mund të thotë zoti Stabit Broka, dikush tjetër mund të më thotë një politikan tjetër. Pra nuk mund ta ndash në këtë, sepse secili në bazë të rrethanës që ka ndodhur ka dhënë ndihmën e tij konkrete në atë rrethanë të caktuar cilës i është kërkuar, bazuar mbi hapësirat politike dhe diplomatike të asaj kohe. Pra çdo kush është munduar të ruajë shtetin shqiptar pa e rrezikuar shtetin shqiptar. Dritan, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj bisede, duke qenë se edhe minutazhi ishte i limituar për shkak të angazhimit tuaj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve, çdo të mirë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndoqi live këtu në antena televizion
me mua Ermal Peçi, duke falenderuar cilin për ju që bën subscribe, e shpërndan në diasporë, e shpërndan edhe në Shqipëri, apo kudo që flitet shqip. Mos harroni, regjistroni në kanalin Antena, shpërndajeni në për diasporë, shpërndajeni në Shqipëri, dërgojeni tek miqtë tuaj dhe ne do të jemi pak më shumë aktiv në ditët që do të vinë, me intervista live nëpërmjet Skype-it, me zhvillime dhe analiza në studio, por edhe duke sjellë ristësinë në komunikim. Mos u largoni nga Antena Televizion, mos u largoni nga emisioni Sinjal dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të shihemi përsëri mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit.